Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Falënderimet, lavdërimet i takojnë Allahu xhelle xhelalu, atë adhurojmë, falje ndihmë vetëm prej tij kërkojmë. Paqja dhe bekimet e Allahu xhelle xhelalu qofshin mbi vullin e profetëve, të dërguarin e fundit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, shokët e tij dhe të gjithë ata që e pasojnë rrugën e tyre deri në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar vëllezër, Allahu xhelle xhelalu urdhëresën për agjerimin e filloi duke thënë ja ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. O ju që keni besuar, o ju që keni iman në zemrat tuaja, ju është bërë obligim agjerimi. Kema kutiba ala alladhina min qablikum. Ashtu sikurse u është bërë obligim edhe atyre që ishin para jush, nga të krishterët dhe hebrejt dhe të tjerët para tyre. Mirë po ajetin e përfundoi duke thënë Allahu xhelle xhelalu la'allakum tattaqun. Ashtu që të arrini shkallën e devotshmërisë, ashtu që të bëheni të devotshëm. Andaj kjo është ajo pjesa e cila neve sot do na interesoj dhe do miremi me të shkurtimisht. Me rin Allah xhelle xhelalu. La'allakum tattaqun. Ashtu që të jeni të devotshëm. Pse Allah përfundoi këtë ajet me këtë pjesë? A ka ndonjë rëndësi në lidhje me agjerimin apo jo? Dhe a është urdhëresë nga Allahu xhelle xhelalu që të jemi të devotshëm apo është thjesht gjë e preferuar? Këtë do ta trajtojmë shkurtimisht në vijim me lejen e Allahu xhelle xhelalu. Fillimisht, për ta trajtuar devotshmërinë, duhet ta dimë se çka është devotshmëria. Gjuhësisht, nëse kthehemi në aspektin gjuhësor, kanë thënë dietarët se devotshmëria është el-hadhr apo kujdesi. Të kesh kujdes ndaj diçkaje, të ruhesh nga sherrri i diçkaje. Dhe po ashtu kanë thënë është që të vendosësh pengesë mes teje dhe asaj që të bën dëm, apo kjo pengesë të jetë distancë, të kesh distancë mes teje dhe asaj që të bën dëm. E në kontekstin ton, devotshmëria i bie që të jemi të kujdesshëm ndaj urdhrave të Allahu xhelle xhelalu dhe ndalesave të tij. Ti praktikojmë, ti bëjmë ato vepra të cilat Allahu xhelle xhelalu na ka urdhëruar për to dhe të largohemi, të distancohemi, të vendosim pengesë mes nesh dhe atyre gjërave që Allahu xhelle xhelalu na ka ndaluar. Kjo është shkurtimisht ashtu që ta kuptojmë se çka është devotshmëria. Për devotshmërinë kanë folur edhe të parët tanë dhe kanë folur dietarët e këtij ummeti, ashtu që të na lehtësojnë neve kuptimin dhe arritjen e devotshmërisë. Në komentin e ajetit në surën Ali Imran, ku Allahu xhelle xhelalu thot: Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ya ayyuhalladhina amanu Ittaqullaha haqqa tuqatih. O ju që keni besuar, keni frikë Allahun xhelle xhelalu ashtu sikurse duhet pasur ai frikë. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dhe mos vdesni ndryshe pas duke qenë besimtar, musliman. Sahabiu i shquar Abdullah ibn Mas'udi radhiyallahu ta'ala anhu ka thënë në komentin e këtij ajeti për çështën e devotshmërisë, ittaqullaha haqqa tuqatih. Keni frikë Allahun ashtu sikurse duhet pasur frikë Allahu xhelle xhelalu, ka thënë që të adhurohet e të mos mëkatohet, apo të bindet e të mos mëkatohet e kundërshtohet. Allahu xhelle xhelalu na ka urdhëruar me vepra të caktuara dhe na ka ndaluar nga veprimi i disa të tjerave. Ibn Mas'udi radhiyallahu ta'ala anhu po thotë që
këto vepra me të cilat Allahu ka urdhëruar, këto duhet praktikuar. Ndërsa ato vepra për të cilat Allahu xhelle xhelalu ka ndaluar, nga ato duhet larguar. Kjo është pjesa e parë për definimin e devotshmërisë nga Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Pastaj tha që të përmendet e të mos harrohet. Që të përmendet e të mos harrohet. Për kujtimi i Allahut ka dobi të shumta për besimtarin, mirë po është edhe pjesë e besimit të tij, se atë të cilin e adhuron nuk e haron asnjëherë. As kur është në publik, mirë po as kur nuk është në publik. Allahu xhelle xhelaluhu ashtu sikur se duhet ta ketë frikë çdo herë, dhe zakonshëm njerëzit e kanë frikë Allahu xhelle xhelaluhu në kuptimin kujdesen për atë që e veprojnë kur janë në publik. E ndonjëherë më pak kur janë në vetmi. E sa Ibn Mas'udi radhiyallahu ta'ala anhu po thotë kjo të ketë parasysh, të kemi kujdes që Allahu xhelle xhelaluhu ta kemi frikë në dy rastet, edhe kur je para njerëzve, edhe kur je i vetmuar e nuk je para tyre. Dhe tha radhiyallahu ta'ala anhu në fund, e të falenderohet, e të mos mohohet, apo të mos vlerësohen begatit e tij. Allahu xhelle xhelalu është dhuruesi të gjitha begative, dhuruesi i gjithë shkaje, nga se Allahu ka krijuar çdo gjë, sikur se ka thënë Allahu xhelle xhelalu në Kur'an, Allahu khaliqu kulli shay. Allahu është krijuesi çdo gjëje. Andaj edhe si krijues është edhe dhurues. Ai është i cili ka dhuruar çështjet materiale, çështjet shëndetësore, çështjet e besimit, çështjen e fesë, çdo gjë nga ai vije xhelle xhelalu. Dhe duhet falenderuar për këto begati të cilat i ka dhënë Allahu xhelle xhelalu, nga më e vogla që e dimë deri nga më e madhja. E padyshim që begatitë e tij nuk mundemi të inumërojmë. Sikur se ka thënë edhe vet Allahu i madhëruar, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Edhe nëse përpiqeni që ti llogarisni, që ti matni, që ti numëroni begatitë e Allahut, është gjë që nuk do ta arrini kurrë. Andaj Allahu xhelle xhelalu duhet të falenderohet, e nuk duhet të mohohet apo të harrohet për begatitë e dhëna. Nga se sikur se edhe Allahu i shpalli Musës alayhis salatu wassalam që t'i thot popullit të tij, nëse falenderoni, Allahu do ja shtoj begatitë e tij, do ja shtoj të mirat e tij. Dhe po ashtu Allahu xhelle xhelalu ka thënë që wa in tashkuru yardahu lakum. Nëse e falenderoni Allahun xhelle xhelalu, ai do të i kënaqur me juve. Dhe falënderimi Allahu xhelle xhelalu nuk është vetëm me gjuhë, nuk është vetëm me gjuhë të themi elhamdulillah. Mirë po falënderimi vjen në forma të ndryshme, sikur se është po ashtu diçka që përmendëm në definimin e devotshmërisë, që është të vepruarit me atë që Allah të ka urdhëruar. Nga se Allah të ka dhuruar gjymtyrët që të adhurosh atë. Dhe kur ti i përdor këto gjymtyrë në adhurimin Allah xhelle xhelalu, ky është një lloj falënderimi për të. Dhe largimi nga ato që Allah të ka ndaluar, edhe ky është lloj falënderimi. Nga se po i shfrytëzon begatit, ashtu sikur se Allah është i kënaqur me ty. Ky është definimi nga Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu për devotshmërinë, duke komentuar këtë pjesë të ajetit në surën Ali Imran. Pastaj nga të parët tanë, Aliu radhiyallahu ta'ala anhu është transmetuar po ashtu edhe nga ai një definim apo një definicion për devotshmërinë. Ka thënë Aliu radhiyallahu ta'ala anhu, at-taqwa al-khawfu min al-jalil, wal-amalu bit-tanzil, wal-qana'atu bil-qalil, wal-isti'dadu li yawmi ar-rahil. Ka thënë Aliu, Allahu qoftë i kënaqur me të, devotshmëria është të kesh frikë nga i gjithë madhërishmi. Ta kesh frikë Allahun xhelle xhelalu, krijuesin tënd, furnizuesin tënd, ai i cili kujdeset për ty, ai i cili të ruan ty, ai i cili për ty ka përgatitur xhenetin. Për këtë duhet ta kesh parasysh dhe ti friksohesh, të kesh droh nga ai dhe ti bindesh. Wal amalu bit tanzil, dhe të punosh me atë që
ky Zot të cilin duhet ta kesh frikë, ta ka zbritur ty si libër. Allahu xhalla xhelalu ka zbritur për neve, për këtë ummet, Kur'anin. Ja zbriti Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Dhe Ali radiallahu ta'ala anhu po thotë që ta kesh frikë së pari kryesin të Allahun, dhe pastaj ta kesh dhe pastaj të punosh me atë të cilën e ka zbritur për ty, që të punosh me të, e që është libri Allah xhalla xhelalu, Kur'ani. Wal qana'atu bil qalil. Dhe të jesh i kënaqur me atë sa të është dhënë, qoftë edhe pak. Besimtari kur i mediton begatit e Allahu xhalla xhelalu, e din që këto çështje janë me kader, janë me përcaktim, janë me rrezik. Atë që Allahu ja ka dhënë, kjo është e shkruar për të. Atë që Allahu nuk ja ka dhënë, e din që Allahu me urtësinë e tij nuk ja ka dhënë. Allahu e din pse dikujt i jep diçka, dikujt nuk i jep diçka. Apo pse dikujt kur jep diçka i jep më shumë se tjetrit. Ndërsa nga cilësitë e besimtarit, nga devotshmëria e tij, sikur sa po thotë Ali radiallahu ta'ala anhu, është që të jetë i kënaqur me atë që Allahu xhalla xhelalu ka ndarë për të. Dhe në fund tha wal isti'dadu li yawmir rahil. Dhe të përgatitesh për ditën e takimit me Allahun xhalla xhelalu. Andaj devotshmëria sipas Aliut radiallahu ta'ala anhu është që ta kesh frikë Allahun e madhëruar, të punosh me shpallin e tij, të jesh i kënaqur me ndarjen që ka bërë për ty, dhe të përgatitesh për takimin me të. Po ashtu është thënë edhe më shumë rreth devotshmërisë, mirë për shkak të kohës më mjaftohem edhe me këto dy thënie nga të parët tona që nga shokët e afërt të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mirë po, devotshmëria nuk është përmendur vetëm në këtë ajet të agjerimit, sikur se përmendëm ajetin më herët. Është përmendur në shumë vende në Kur'anin e madhëruar. Është përmendur në forma të ndryshme dhe në vende të ndryshme, në kontekste të ndryshme. Mirë po padyshim që Allah e ka përmendur shpesh devotshmërinë ashtu që ne të pajisemi me të. Allahu xhalla xhelalu kur na e urdhëroi, kur e përmendi urdhëresën për agjerimin në këtë ajet që përmendëm, tha ju është bërë juve obligim, ju është urdhëruar agjerimi ashtu sikurse u ishte bërë obligim atyre që ishin para jush. La'allakum tattaqun, ashtu që të jeni të devotshëm. Mirë po në një vend tjetër Allahu xhalla xhelalu këtë pjesën ashtu sikurse u është bërë obligim atyre para jush, e përmend edhe për devotshmërinë dhe jo vetëm për agjerimin. Thot Allahu xhalla xhelalu wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah. Allahu xhalla xhelalu thot i kemi porositur, i kemi urdhëruar edhe ata që ishin para jush, nga ndjekësit e librit, që janë të krishterët dhe hebrejt, po ashtu edhe juve, anit taqullah, që ta keni frikë Allahun. Dhe në këtë vend e kuptojmë që devotshmëria nuk është thjesht një sifat i mirë, në që është një gjë e bukur dhe e ndershme, mirë po është edhe urdhër, obligim po ashtu sikurse edhe e përmendi Allahu xhalla xhelalu. Dhe ky urdhër dhe ky obligim, padyshim që Allah xhalla xhelalu nuk i duhet asgjë, mirë po është në dobinë tonë. Sikurse edhe tha Allahu pas kësaj pjese të ajetit, e nëse ju nuk e merrni parasysh këtë, nuk e përfillni këtë porosi, këtë obligim, fa inna lillahi ma fi s-samawati wa ma fi l-ard, wa kana Allahu ghaniyan hamida. Allahu xhalla xhelalu i takon çka ka në qiell, e çka ka në tokë, e çka ka po ashtu në mes tyre. Çdo gjë i takon Allahu xhalla xhelalu, nuk ka nevojë për devotshmërinë tuaj. Mirë po kjo kthehet tek ju, o besimtar. Wa kana Allahu ghaniyan hamida. Allah është i pastër dhe i pavarur nga çdo kush, nga çdo gjë. Hamida, Allahu xhalla xhelalu vetëm ai takon të falendërohet. Dhe po ashtu ka thënë disa dietar, edhe nëse nuk e falenderoni Allahun xhalla xhelalu në këtë kontekst, sikur po thot Allahu, edhe për këtë nuk ka nevojë nga ju.
e kuptojmë që çdo gjë me të cilën na ka porositur Allahu xhelle xhelalu apo na ka urdhëruar Allahu xhelle xhelalu është në dobinë e besimtarëve, sikurse është agjerimi, sikurse është namazi, sikurse është zakati e të tjera. E përmendëm që Allahu xhelle xhelalu devotshmërinë e ka përmendur në shumë vende në Kur'an dhe në kontekste të ndryshme. Mirë po ashtu e ka përmendur shpesh edhe në këtë kontekst që e përmendëm tash, në kontekstin e urdhërimit, obligueshmërisë. Sikur sa thot Allahu xhelle xhelalu: "Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as sadiqin." O ju që keni besuar, keni frikë Allahun xhelle xhelalu dhe jeni me ata që janë të sinqertë. Po ashtu Allahu xhelle xhelalu na ka urdhëruar që ta kemi frikë edhe ditën e takimit me të. Kur Allahu xhelle xhelalu ka thënë: "Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah." Dhe keni frikë ditën kur do të ktheheni tek Allahu xhelle xhelalu. "Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun." Dhe çdo kush do shpërblet me atë që ka punuar e askujt nuk do t'i bëhet padrejtësi. Po ashtu Allahu xhelle xhelalu ka thënë: "Wattaqullah wa'lamu anna Allaha bikulli shay'in alim." Keni frikë Allahun xhelle xhelalu dhe ta dini mirë se Allahu është i mirënjohur dhe e di mirë atë çka ju atë e veproni. Përmendjen e devotshmërisë, Allahu xhelle xhelalu nuk e ka lënë vetëm me Kur'an. Mirë po, na ka përcjell edhe përmes të dërguarit sallallahu alaihi wasallam dhe e ka mësuar atë që të lutet, që të arrin këtë shkallë apo që të pajiset me devotshmëri. Ka ardhur në hadithe të ndryshme kur edhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e ka përmendur devotshmërinë. Për tyre është kur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam i tha Muadh ibn Jabalit radiyallahu ta'ala anhu: "Ittaqillaha haythu ma kunt wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Kije frikë Allahun kudo që të jesh. Wa atbi'i al-hasanata as-sayyi'ata tamhuha. Dhe pasoje të keqen me të mirë, e kjo e mirë pastaj e fshin apo e shlyen të keqen që e ke bërë. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dhe trajtoje njerëzit me edukat dhe moral të mirë. Kur është lutur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam nga duat e tij është transmetuar se ka thënë: "Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina." O Allah, të lutem të ma japësh udhëzimin, al-huda wat-tuqa, dhe devotshmërinë. Andaj dhe Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është lutur për devotshmërinë, nga se ka ditë rëndësinë dhe vlerën e devotshmërisë, sikurse edhe po mundohemi që ta sqarojmë dhe ta kuptojmë. Është transmetuar po ashtu nga sahabiu i njohur Irbad ibn Sariya në thënien e tij kur ka thënë se na porositë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam në porosi e na u duk sikurse është porosia e dikujt që po na lën, po na përshëndet, po shkon. Dhe kishin frikë se po vdes i dërguarit sallallahu alaihi wasallam, dhe me këtë rast i thanë të dërguarit sallallahu alaihi wasallam: "Ausina, na porosit." Dhe çështja e parë me të cilën porositi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tha: "Usikum bi taqwallah." Ju porosis që ta keni frikë Allahun, që të jeni të devotshëm. Po ashtu në haxhin e Mtomerës, Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e përmendi devotshmërinë, që ta lente si porosit të fundit për besimtarët dhe umetin e tij dhe tha: "Ittaqullaha rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu shahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u dha amrikum tadkhulu jannata rabbikum."
Tha Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, keni frikë Allahun, Zotin tuaj. Jeni të devotshëm ndaj Allahut xhelle xhelalu. Agjerojeni muajin të cilin jeni urdhëruar të faleni, namazin për të cilin jeni urdhëruar, agjerojeni muajin për të cilin jeni urdhëruar, jepeni pasurinë e cila ju është dhënë, binduni atyre që ju është caktuar nga Allahu si udhëheqës dhe futeni në xhenetin e Zotit tuaj. Këto ishin disa pjesë ku Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e kishte përmendur devotshmërinë. Mirpo, cilat janë dobit e të qenit të devotshëm? A ka dobi, a ka vlerë? Padyshim që ka vlerë të madhe. Nga se çdo gjë me të cilën ka urdhëruar Allahu, pasoj gjendet diçka që është në dobin tonë, qoftë në këtë botë, qoftë në botën tjetër. Për shkak të kohës do i përmendim shkurtimisht disa nga dobit e të qenit të devotshëm. Për tyre është që devotshmëria është sebeb për të shpëtuar në këtë botë dhe botën tjetër. Devotshmëria është sebeb për të shpëtuar në këtë botë dhe botën tjetër. Ashtu sikur se edhe përmendëm ajetet e mëhershme. Pastaj devotshmëria e përmendëm që është urdhër nga Allahu xhelle xhelalu. Dhe urdhave të Allahut duhet të u bindemi dhe t'i praktikojmë. Dhe me praktikimin e urdhëresave dhe obligimeve të Allahu xhelle xhelalu, afrohemi më shumë drejt Allahu xhelle xhelalu, shpëtimit dhe shpëlimit të tij, largohemi nga dënimi i tij. Pastaj, për çështën e devotshmërisë, thamë që ka urdhëruar Allahu xhelle xhelalu, po ashtu edhe ka urdhëruar i dërguarit i sallallahu alaihi wasallam. Dhe me pasimin e të dërguarit sallallahu alaihi wasallam qëndrojmë në rrugën e drejtë dhe po ashtu afrohemi duke i bindur të dërguarit sallallahu alaihi wasallam, i bindemi edhe Allahu xhelle xhelalu. Dhe po ashtu me devotshmëri e arrim qëllimin e agjerimit. Ashtu sikur se dhe Allah tha në fund të ajetit, ashtu që të jeni të devotshëm, e arrim qëllimin e agjerimit. Dhe jo vetëm, mirë po edhe qëllimin e krijimit dhe dashurinë e Allahut xhelle xhelalu. Nga suksesi më i madh i robit është që të jetë i devotshëm në kuptimin e të praktikuarit e asaj që Allah ka urdhëruar dhe largimin nga ajo që Allahu xhelle xhelalu ka ndaluar. Elusë Allahu xhelle xhelalu që të na mundësoj të arrijmë këtë qëllim të Ramazanit, e që është devotshmëria, e po ashtu është qëllim nga qëllimet e obligueshmërisë së adhurimeve, e që është nga synimet tona kryesor në këtë jetë, që t'i arrijmë qëllimet, që t'i bëjmë obligimet dhe t'i arrijmë qëllimet pas tyre. E pastaj kur të takohemi me Allahun xhelle xhelalu, të shpërblehemi për punën që e kemi bërë. Elusë Allahun xhelle xhelalu që të kemi shembull ata që janë të devotshëm dhe jo ata që nuk janë të tillë. Dhe elusë Allahun xhelle xhelalu që duke arritur këtë devotshmëri të kënaqemi më shumë duke adhuruar Allahun xhelle xhelalu, ta shijojmë më shumë adhurimin dhe të përmallohemi më shumë me takimin me të dhe xhenetin. Me kaq që përfundojmë, Allahu ju ruajt, wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.